nga sheshi përballë kryeministrisë. Jam me Arilda Oeshin dhe me djemë vajza të tjerë që vazhdojnë qëndresën përballë zyrës së qeverisë më të korruptuar në Europë dhe ndoshta një nga më të korruptuarat në botë. Nuk e di a i kalon Maduro këta në Venezuelë, po aty afër janë. Kjo qëndresë vazhdon pa pushim, siç e keni parë pas protestës së madhe të ditës së diel, janë proceduar penalisht 13 qytetarë, nga të cilët 4 janë arrestuar dhe është bërë një reprezalje nga ana e qindra punojësve të policisë për çadrat që kishin vendosur ne këtu për të mbrojtur nga shiu. Dhe që ditën e djeshme deri sot e në vazhdim me zhduket do të qëndrojmë këtu pa çadra. Mbrëm ka qenë një natë shumë e vështirë, ka pasur rreshje të dëndura shiu, por me Arilda Oeshin dhe të tjerë kemi qëndruar këtu si një dëshmi e qëndresës, vazhdueshmërisë, përballjes dhe kulturës së një modeli të ri proteste në Shqipëri, që është protesta e qëndresës. Pra protest jo sa për të thënë, po protest se e beson, se lufton, se punon realisht që të realizosh ato qëllime. Duhet veç me nda menjen, se ta ndash menjen të ndjek. Dhe do të afrohesh pak Arilda që të dëgjohesh te njerëzit. Po them kur e ndan menjen të ndjek trupi veç pastaj. Unë jam habitur dje në atë lloj, përshëndetje, në atë lloj rebeshi mbrëm, që për herë të parë dhe në jetën time jam përballur me një situatë të tillë në ato kushte atmosferike. Jam habitur me forcën e qëndresës tënde Arilda. Jo se unë dua të trajtoj si vajzë që është me dobët apo jo, fare, po karakteri fort, qëndresa drejt përballë monumentit korrupsionit këtu, dua të të përgëzoj dhe të të përgëzoj publikisht për të. A kreta jo pa drejtësia që ndjej në përditshmëri, si me thënë, protesta për mua është momenti ku më në fund ndjej sikur jam të i gjujt një grusht mrapsht sistemi. Më duket sikur më gjuj në përditshmëri, më kupton, edhe vetëm kur protestoj më duket sikur ja u gjuj dhe unë një. Në mënyrë figurative e gjuan dhe. Sigurisht. Nuk jam e përqetuar penalisht. Akoma. Pra, bilanci është 13 të proceduar, sepse duan që të trëmin juve. Do me dhënë, ju që na ndiqni jeni dëshmitar të protestës tonë. Arilda, në 30 ditë nuk kemi thyer një lule këtu. E din edhe këta, se kur jemi ne, i hapin dyrt, bajnë ekspozita. Kur vin pjesa tjetër i blindojnë. Po, e vërtet është. Do me dhënë, bëjnë dhe ekspozit gjatë protestës tonë. Asnjë lule nuk është thyer këtu. Asnjë lule. Asnjë xham, nuk e di. Madje pastrojmë dhe ambientin çdo mëngjes, se është kultura jona. Është modeli mbi cilin ne jetojmë, mbi cilin ne ëndërrojmë atë dhe unë nesër. Dhe ç'a bëjmë? 13 të proceduar. Pse? E para njerë që të largojnë nga protesta djemë tanë më të mirë, me atë argumentin që shiko se ju jeni në proces penal, tani nuk mund veni më në protest, dhe kam bërë këtë me doktorin e shkencave në ushtri, shkencave ushtarake, Ergjys Oanaj, që është dhe avokat, një nga djemët më kurajoz, më të ndershëm, më profesionist që ky vend ka, absolutisht një nga më të jashtëzakonshmit. 18 vjet oficer në forcat e armatosura. E la ushtrin dhe karrierën dhe gradat e larta që kishte dhe karrierën e shkëlqyer që kishte përpara, sepse kuptoi që ishte një falsitet i madh dhe ushtria dhe ky vend dhe administrata. Dhe më ka thënë kur e la ushtrin Adriatik, unë nuk mund të bëj sikur me jetën time, me të ardhmen e fëmijëve të këtij vendi. Unë do dalë dhe do luftoj që ky vend të bëhet prej vërteti, që ushtria të jetë prej vërteti, që të mos kemi një ushtri që është në letra, po nuk është në terren, nuk ekziston. Një ushtri ku gjysma e ushtarëve duan të ikin, kanë kërkuar lirimin dhe nuk ka japin, se s'ka ushtar. Ha? Gjatë gjithë këtyre ditëve këtu Ergjysi gjatë gjithë kohës thotë, o shoh që vetëm ta marrim. Kam një program fantastik për ushtrinë. Do bëjmë kështu, do i fusim punë ushtar, do ndërtojnë rrugë, do bëjnë kanale, do kam shumë. Doktoresha si je? Jemi live me. Po kalon doktoresha ime se vete gjithmonë dentistja.
Përshëndes. Edhe në verën të përshëndesim. Faleminderit. Respekt. Faleminderit shumë. Doktoresha është një person shumë i dashur për mua që shkoi pas here dhe kaloi përshëndetjen. Që po thoshe? Po thosh domethënë, ti dhe ai keni qenë persona që nuk keni lëviz për asnjë moment nga këtu dhe gjatë gjithë kohës domethënë Gysi këto ditë kur diskutoshim ne me Gysin më thotë kemi një program fantastik, vetëm ta marrim, do i fusim punë në ushtrin, do bëjmë punë që s'janë bërë gjithë këto vite, e ka më shumë pasion atë pjesën e integrimit të ushtrisë për me bë punë për komunitetin. Nuk ka djalë si Ergysuana. Jo se është shoku jon, po nuk ka, janë të rrallë djemë si Ergysuana. I bëjnë nderë kësaj republike djemë të shkohuar si Ergysuana. Doktor shkencash në shkenca ushtarake me 10 vjet arsimim në Turqi, në një nga universitetet më të mira ushtarake të botës, i bën nderë më kësaj republike. Dhe këta e marrin zvarr me 15 polic, një njeri që ka qenë kolegu i tyre, vetëm se Rama nuk do të dëgjojë të vërtetën, që drejton një band që vjedh shqiptarët. Po ku morën? Një nga autorët rus, e harroj cili thotë, gjithë burrat e mirë të këtij vendi thotë në momentin që bëhet revolucioni bolshevik, puçi i shtetit, thotë gjithë burrat e mirë të këtij vendi thotë janë burg. Kjo është ajo që ndodh kur të këqin të marrin pushtetin. Ai e ka thënë si zonja Kasimati që i tha qoftë largu të Enver Hoxhës, Enveri tha, me këdo të ndërtosh Shqipërinë ti tha, me Tene Qexhin ti tha, se i arrestoi dhe i vrau gjithë të mirët. Dhe i shkoi në zyrë dhe i tha, me këdo të ndërtosh Shqipërinë ti tha, me Tene Qexhin ti tha. Pra me njerëzit të cilët janë servil të tu, të cilët nuk kanë asnjë vlerë në kuptimin e shkollimit, formimit e merat. Ha? Dhe këta, sa shojnë një të mirë, balt, gur, arrestim, dhun, sa bën një grup të rinj që duan të reagojnë për të mirën, linçim, sulm, sharje, shpifje, arrestime, dhun. Kë kanë marrë tjetër Arilda? Kanë arrestuar avokat Alfred Matoshi. Një djalë i shkëlqyer, një profesionist që ta ka ënda, një prind i shkëlqyer, një familjar model. E kanë marrë, i pash videot, sërish sot të gjitha, për të parë se u habital, po mirë, Matoshi qarë ka bërë tash? Zero veprim të kundërligjshëm. Vetëm për të intimiduar profesionistët. Kanë arrestuar dje, pardje më fal, zotin Eligert Hima. Su dele keqja me Eligertin, se Eligertin në Cërrik mori një rezultat spektakolar. Nuk u dele keqja. Eligerti është një djalë i shkolluar, jeton në emigrim në Itali, po ka disa muaj që vjen shpesh në Shqipëri për të luftuar për kauzën së drejtës. E morën Eligerti i filmonte me kamerë. E arrestuan. Nuk e di cilin xhan theu Eligerti këtu. Nuk e di kë polic thanë që ka thyer këmbën një polic. Këmbën polici, po e ka thyer, kam shumë dyshime. Besoj të ketë ndrydhur, po e ka thyer. Unë pash filmimet. Ja kanë thyer shokët e vetë kur kanë tërhequr çadrën dhe i kanë ngel këmba te plasmasi dhe te litarët. Duke tërhequr si kafsh ata, kanë dëmtuar kolegun e tyre. Po pse ne ja kemi fajin që ata kanë dëmtuar kolegun e tyre? Ne ja kemi fajin atyre që si barbar kanë vrarë kolegun e tyre. Unë nuk besoj që ka thyer këmbën. Sa të shoh raportin? Thotë kishte qenë te spitali e tha erdhën nuk përkoçën me krye një skecë. Nuk e ka në dijenin time nuk e ka thyer, gjithsesi unë si vëduar në zjarr për këtë se nuk e kam akoma dokumentin, di që e ka ndrydhur. Po nuk e kanë bërë këta dëmin, ja ka bërë vetë shokët e vet. Janë kamerat, janë filmimet. Kanë arrestuar Edison Haklën, jurist, avokat, një djalë i shkëlqyer, prindi 2 fëmijëve, sa është bërë babata, s'ka shumë. Dhe lufton për të drejtë. Djalë model më lufton për të drejtën, lufton që fëmijët të rrisë në këtë vend. Pse? Se duan që të gjithë i trëmin. Keni prish rendin dhe qetësim publike, thonë ndërkohë që është me leje, po më fal, ne në protestë për çfarë vinim, të rrinim kështu? Po në protestë ndaj vijet, që të prishet rendi dhe qetësia e Diramës. Se ne nuk vim këtu që të heshtim, ne vim këtu që bërtasim kundër këtij.
Nejse. Kishin kaluar të urdhërin që nuk lejohet është mas 28 ditë, nuk lejohet ma plasmas, nuk lejohet ma karrike, nuk lejohet ma me ligj. Po me dy këmbë. Komplet ligj arbitrar. Me dy këmbë kurdorim, se e morën vesh që me një këmbë do na vënë së shpejt. Eksaktësisht, eventualisht do jepet urdhër, nuk mund të vini, po s'mund të flisni. Pastaj s'mund të vini fare. Jo, e bën ata ditën e parë thanë, mund të vini të protestoni, po s'mund të vini muzikë. Kur vodhën gjeneratorin. Totalisht arbitrar. Ailda, për te kësaj që po ndodh këtu, e ke parti qa po ndodhën për Shqipëri? Përmbytjet i ke parë sot? Do me thënë, para se të kalojmë te përmbytjet, po e shpjegoj pakës fare qa ka ndodhur me çunat që kanë marrë këta, që ta kuptojnë kontrastin qytetar. E ke parasysh Belinda Baukun? Që akuzohet që ka deformuar tenderin me 53 milion euro? Qindra banesa, jahte. Ajo është në zyrë, është zvendës kryeministre dhe ministre. Këta djemët, profesionistë shkëlqyer, djemët shkolluar që erdhën këtu, që protestojnë kundër asaj që pretendohet si ajdute, këta arrestohen, mban para burgim. Pra duhet jesh si Belinda të vjedhësh, të jesh si Edi Rama të vjedhësh, të jesh hajdut në këtë vend që të respektohesh, të mbahesh në zyrë, të bëhesh ministër, zvendës kryeministër. Nuk duhet jesh djali mirë, se po ishe djali mirë dhe nuk ka dhe Molotov, të arrestojnë këta. Po dhe Molotov, pap, e mbyllin gojën. Këta janë këta. Kjo është ajo që nëllë kundërton një sistem të së keqes, thith rreth vetës, vetëm të këqin, dhe natyrshëm i largon të mirë, si që kanë largu në migracion. Po normal më që largon ata se që protestojnë përfundojnë procedurën. Lufton njeriu lodhet e thotë, ik në drejt të vej, po ik dhe mere me këta unë. Më kupton? Kjo është çështja. Tani të kalojmë tani te Shqipëria. Është përmbyt gjithë Shqipëria, Rinda. Është përmbytur, po shkruaja pamjet në Durrës, kudo. 200 pamjet që më bën shumë për shqipje në Durrës. Një që makinat me 10 makina në ujë, miliona euro dëme. Dhe e dyta, qa quhet ajo? Veliera quhet ajo? 11 milion euro investim që bërë një pegull me ujë. Që mbush me ujë si basen, 11 milion euro. Kush ma në përgjegjësi që 11 milion euro u paguan për të kryuar një pegullaçe që kishë mbyt makinat atje? Kush e mban më përgjegjësi? Po për ato miliona euro dëme tani që u mbytën atje, kush ma në përgjegjësi në këtë vend? Dhe kjo është arsyeja pse ne protestojmë, pse ne çojmë kundër kësaj të ligje që ka kap këtë vend. Qera 2 që bjen shik shumë me breshëri edhe përmytet gjithë veni, çdo vit e njëjta situatë. Përmytet vendi, po pse kur është vap çan do? Në verë çan do këtu kur është vap. Në verë digjemi, në dimër mbytemi. Po, nuk kemi kriju infrastrukturë, s'kemi kriju shërbime. S'ke këtu jemi në për inerci. Keq jetë ngrohtë, keq jetë ftohtë, keq ketë shi. Se s'ka gondola, masiu çik gondola, masiu pa. Apo mos është montazh, mos. Po bëhet bursi dhe. Jo, se është montazh, është montazh. Është montazh, po prit se kam një të bukur, prit. Këtu nga zyra e Edi Ramës tani prit se kam një të bukur Arilda, prit. Më quan një që parë me dursi turistik. Ja urdhë. Shikojeni tani. O regjia. Ja. Ta bëm dhe një. Opa, shikojni pashtë. Opa makina. Dale, se kam dhe një tjetër, prit. Fol pak Arilda sa dhe gjithë tjetërën. Para 2 javësh, Flora pa ujë. Para 1 muaj, shembet rruga që sapo e kanë inauguru. Përmbytja. Qa kanë ndodhur vetëm këtë muaj që kemi qenë. Regjia ka bëj çik të në laç. Qa kanë ndodhur vetëm këtë muaj që kemi qenë. Kjo me skaf? Ma çuan më tani. Është montazh. Dale? Është montazh? Po të shofësh dallgët janë falca. Po e ma çuan mua këtë tani që nuk është montazh. Si duket tjerë? Këta fokë eja është rrezikshëm me thënë. Edhe mund të jetë, po ma çuan. Është rrezikshëm. Ore që kish ujë për skaf aty kishte unë. Kishte, po s'kan njerëz të skaf në laç, se s'kan as lek. Po në Lezhë. Te ke gabim ti, laç ka skafe pa fund. Po se i marrin dhe shkojnë poshtë. Po.
Ky që argumenti jo do me thënë që s'kan njerëzit skaf në Laç. Shikojeni miq se në Laç në skaf, ata s'e kishin ndonjë informacion gjithsesi. Por ishte Eltoni në Laç, më thoshte që. Po ai ma çoj pra ai. Më kupton? Tani kjo është historia. Është përmbytur gjithë Shqipëria. Pse protestoni thon? Se këta që vjedhin çdo gjë, kur është vap, të përvolon vapa. Kur është shi, të mbyt shiu. Tani ne këtu jemi në shesh, dita e 30, nata hyn e 31-ta, besoj, jo? Ec rrugëve, devion makina, se si kanë hedhë krik. Po, po. Mund të dzej rruga. Tu jemi dhe sot ne, sa do rrim. Po na hoqën të gjitha me bomblaj, me ngrose, me kartone, me dysheke, me ajre, me të gjitha, me të gjitha. Apo ankojmë jo. A mund të përbahemi me ta? A i sjell 300 policës për 2 çadra. Ka 10.500 polica i paguan me rrogë. Harroi veten ai me çadrat e veta. Kjo është historia. Kjo është historia. Sa do rrim, sa të na mbaj shëndeti. E kemi thënë. Ose sa ju të ndërgjegjësoheni për ta rrëzuar. Dale tani t'u tregoj edhe një video tjetër. Edhe një video tjetër të shikojeni edhe këtë, shikojeni. Portimeve të mjekëve që ndjekin nga afër Opa, shikojeni çadrën këtu, shikojeni çadrën në bulevard. situata nuk paraqitet e mirë dhe disa prej tyre kanë shkuar në spital. Brendshme të Grikës nuk Ja, është një opa. problem. Mjekët dhe pjesëmarrësit Ja, në çadër. të këtij organizimi. Opa. Në të grevë, ke vendosur mund që kemi vetëm një rrugë. Vetëm një Dalë rrugë. këtu, vetëm kur Sali Berisha të largohet nga event aty ku është. Se largohet Saliu thot. Doja dile e fundit. Opa, Blendi, shikoj. Shikoj si ka kjo kështu. Dale. Prit. Jo, që të Blendi ta shojmë vetë. Shikojeni Blendin këtu tani. Këtu, vetëm kur Sali Berisha të largohet nga event aty ku është. Doja dile e fundit. E zë Blendin? Ja, urva. A Blendi e ka kë? Që të bëj thirrje në fakt qeverisë, kryeministri, që të reflektoj, Ja, ka shikoj bërë realitetin thirrje. e syve, shku Reflektoj. përballë dritares së tij. Kanë filluar protestën e tyre me mungesë ushqimi interesante në mbrëmjen e 30 prillit kur organizuan një tubim të madh paqësor në rrugët kryesore të Çadra e Tiranës, Tiranës kjo, në me bulevard. kërkesën për të rishikuar materialet zgjedhore të 29 qershorit të një viti më parë. Edhe po më thotë, dikur sa bëte çadrën ai vetë dhe na thotin edhe me detyrim do të vinë të Vet nuk rinde. Vet nuk rinde. Dhe çonte punonjësit e bashkisë. Vet nuk rinde. E të merron fakti që unë personalisht rri këtu. Se vet nuk rinde. Blokonte bulevardin. Me çadër. Visoj, disa që çadra. Ose doli si ajo 2 paketa visoj. Isha? E disa që çadra. Hajde afro, jo, me zë, hajde afro. Thoj se dëgjohet këtu më larg. Më vjen keq. Jo, edhe pak se nuk dëgjohesh. Jo, më do të themi diçka, nuk e harroj ato të 21 janari, që i shtoi ato çadrat pas të fillonte mitingu aty, që i zuni rrugët e Shqipërisë me çadra. Edhe më vjen shumë keq, nuk e di se la Terinin që vazhdonte ishte këtë udhtim, do të thonë kaq bukur, kaq diem të japi një përkraje, një ndryshim këtij vendi. Ne vazhdojmë atë të vetën ai sa ishim mësuar me Erion Braçin, le ta marrë dhe Erion Braçin se ka filluar dhe Erion Braçi si gore, se i qeni që le. Edhe më vjen keq ku e një gjë edhe atë Erionin. Do të thonë, ku di unë? Na leni dhe ne. Është live. Ecim përpara. Viso. bëjmë ndryshim. Viso. Me djem, me vajza të reja që po që janë me shkollë të arsimuar, pa vjedh asë kënd. Gjina, më vjen shumë keq për zotë, më vjen shumë keq. Përshëndes vlla. Përshëndes. Ej miq, këtu nga sheshi, po hym në ditën e 31, plot një muaj, shumë krenar për djemë dhe vajzat që janë bashkuar, shumë krenar për faktin që kemi bërë protestën më qytetare të mundshme që mund të bëjë në këtë vend, shumë krenar që mes qëndresës tonë dhe rezistencës tonë kemi imponuar që të hapet debati publik për një gjë që nuk konceptoj, që është dorëheqja e Edi Ramës dhe qeveria transitore. Ne po bëjmë të mirën që mundemi. Por se cili e di vetë. Nëse jeni mirë, kështu si jeni, ju e dini vetë. Por kini parasysh që
autokracit kanë si ushqim bazë frikën tuaj, frikën tonë. Mos e harroni, autokracit ushqen me frikë. Mos lejoni që të trëmbin. Duhet ta thash, vetëm një herë duhet ta thash, pastaj nuk kanë çfarë të bëjnë më. Mos lejoni që të ktheheni në ushqim për autokracinë e Edi Ramës. I jepini fund frikës. Ju përshëndesim. Ju uroj më të mirat.